Art një pyetje poshtë, bëj rregullisht namazin, mirë po bëj zina, luj bixhas, çka është halli jam? Subhanallah, vllaje, nëse na dëgjon edhe nuk ke nevojë mu shfaq kush je, mundoj me i mbulu mëkatet. Nëse Allah subhanahu wa taala ti mbulon mëkatet, ti mos i shfaq. Allah azza aq i mëshirshëm është që i fal mëkatin, mirë po njerëzit, nëse u tregon njerëzve, njerëzit nuk të harrojnë. Momentin kur nesër ti pendosh dhe diçka fol, kundërshtim me ta, ata kanë me ta përmend. Andaj, pendoju sinqerisht tek Allah subhanahu wa taala se vallahi vllaja, ditën e gjykimit, nëse nuk pendohesh, para gjithë njerëzimit kanë me të shfaq ato veprime që je duke i bërë. Veç mendoje vetën vllaja në ato momente ti kur bën zina. A di që të po Allah azza wa jall? A nuk je turp për Allah azza wa jall në ato momente? A nuk je turp që pas zinas ki me shku mu la dhe për njerë ki me shku me fal namazin, ki me ron sejdë? A nuk je turp? Kanë shku të Resuli a.s. Edhe i kanë thonë, i ka thonë njëri, ja Resul Allah, këtë senet unë e pi bëj, namazin, zekatin, kretë. Po zinos për mu i melon. Thotë Resuli a.s. Ajo qika, ajo vajz, është qika e dikujt, është nona e dikujt, është motra e dikujt, tezi, halla, kretë, meren. Vllaja, edhe ajo femën është nona e dikujt, apo qika e dikujt. A ki qef vllaja, që qika jeme, qika jote dikush të shfrytëzohet nga të tjerët? A ki qef? Mendoj e mirë këta. Mendoj e mirë para se me shku. Zina me bo. Para se me bo zina. 5 minuta punë, subhanallah. A e din që ato momente me tarë me loqja? A e din që atë ka thonë Resul a.s. Momentet duke bo zina, ngritet imani. Ngritet del. Imani del. Nga zemra del. Në ato momente, me po me të zonë vdekja shkojsh pa iman. Nuk po themi del pi fes, jo prej islamit, po prej imanit dalish, prej imanit obligativ del. Në ato momente me shku pa iman o vlla, qysh mi dalë Allah të azawajel? A din që në këtë botë, zinaja është ersir, ja hub burni lëku njeriut, ja hub fytyrën njeriut. Njerëzit me kuptu pastaj që personi o zinaqar nuk kanë qef me po në shpit vetë, nuk kanë qef mu shëqnu njerëzit, sepse friksohen. Mirë po, dije që ka pendim. Që son të pendoje për Allah të azawajel? Dhe kërko sinqerisht Allah, o Zotë, jo Allah falem, kur më mos të kthejem në këtë zina? Nëse nuk je i martum, me njëherë marto, mundo të martosh, dhe të shfrytëzosh këtë gjë me halalin tëndë. Nëse je i martum, nëse ki nevoj vllai jem, merë dhe njo, ama mos bëj zina. Mo vllai jem. Mo sepse është ersir, vallahi billahi është ersir. Veç paramendej në ditën e gjykimit, o vllai jem, paramendej në ditën e gjykimit, ju shfaqen mëkatet zinaçarve para miliarda njerëzve, sikur të themi, kushtimisht po themi, një lloj ekrani i madh gjithë të shohin duke bo zina. Subhanallah, thot ti namazli, ti na ke thonë kështu dhe kështu. Apo të tjerët përveç zinas, ditën ndoshta japin ligjerata, apo ndoshta i mësojnë njerëzit, apo ku e dione, dhe natën shkojnë qyrin filma pornografik, apo ku e dione, Allahu na ruajt. Moni vllazni. Bëni dua te Allah. Se kjo është smundje keqe vallahi. Vallahi smundje keqe. Mirë po nuk ka mëkat që Allah nuk e fal. Bëni dua. Veç mendone se çfarë dënimin këtë botë ka zinaçari. Thekeni vlla, është pendu. Ai para se mi anis namazit, ka qenë zinaçar, pranej ke vetë. Ka qenë zinaçar. Tha në momentin kur u pendova, masi që u pendova, tha, më kujtoj ke tha,
S'është problem kur në vazhdimsi ti je zinaçar dhe për një moment pastaj fillon namazit, shejtani ti qet femnat, ku e diune, pastaj i nxit femnat, zinaçarka me të shkrujte, me të asje, ku e diune, më i nxit shejtani vetëm e vetëm se deri dje ke qenë me shejtanin dhe sot ti po ja kthen shpinën shejtanit, nuk lën rahat shejtani. Veç ta më kujtoj ke vllai jam dënimin këtë botë sheriatik se çka është për zinaçarin. A din çka është dënimi sheriatik për të martuarin? Dënimi sheriatik, shteti, me kon mënyrë individuale, e ekzekuton personin. E gurrëzon. Nëse çto ti e mendon vllaja, nalësh. Dërsa nëse është beqar personi, goditet. Kam gjikosit. Me 10 herë kam gjikosit. Mo vllaja. Sepse në vazhdimsi ki me bo, ka më të ofru zinaja, dhe nëse nuk i kthejesh kada kadale, mos harro vllaja, që zinaja ka më bo sebeb dhe namazin më shmelon pastaj. Pse? Sepse gjunohi ta smun zemrën. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë në një hadith, fut kur e bon robi një gjuna, i bot një pik e zezë në zemër. Nuk pendohet, nuk e lën, vazhdon me qëndroj e pik e zezë. Vjen pika e dytë, gjuna e dytë, zinaja e dytë, prap bot pik e zezë. Prap bot pik e zezë. Derisa ajo zezë të bëhet e zezë, derisa ajo zemër të bëhet e zezë. Dhe kur ajo zemër bëhet e zezë, vllai jam, ajo zemër është e smutë. Edhe fol namaz, edhe kan, edhe bën zina. O Zot falem. Mos prit vllai jam që ajo zemër e zezë me të ngurtësu dhe me të kalu në zemrën e vdekur. Ndalu, të që kjo zemër e zezë që mos të kaloj tek zemër e ngurt që kur ti dëgjon këto fjalët e mia mos me të ndiku fare hiç. Nuk je në këtë gjendje ti. Nuk je në këtë gjendje. Andaj ktheu. Një shembull konkret është subhanallahu e bënë disa vllaznin në internet, ishte ujë i zi dhe i vendosnin ujin gradualisht me stakfirullah. Shumë shembull i mirë. Thuaj stakfirullah, që sonte thuj ka 100 herë stakfirullah, o Zot falem, o Allah falem, ja Rab, pa mbështetjen të ti, une nuk mu i munal se shejtani është. Dhe nuk ka më ka që Allah azza wa jall nuk e falem. Lusë Allah azza wa jall më të forcu. Lusë Allah azza wa jall që më koni sinqert me namazin tëndë. Sa më shumë bjen sejdë, bën dua në sejdë, çum pjesën e tretë natës. Kërko falje për Allah të Një pyetje, thoshte që pak më herët e bona të pyetjen është si pyetje lidhëse. Thotë pse nuk lejohet të adhurohet Allahu me bidate nëse njeriu ka qëllimin e mirë. Sepse ti po thua atëherë që pejgamberi alayhis salatu wassalam e pas ka tradhu fen, e pas ka tradhu mesazhin, e pas ka tradhu risalen, ato që ja ka dërguar Allahu subhanahu wa taala, që ka shpall Allahu azza wa jall. Andaj ti po e ki pejgamberi alayhis salam përpara, pi thu jo ja Rasulullah këto, unë çka po them. A vi vjen çështot? Allahu azza wa jall po thot el yawma akmaltu lakum dinakum, unë sot u apërsosa fen tuaj, ti qosh mas 15 shekujve edhe shpik bidate. Shtrot pyetja, kush jemi unë dhe ti me shpik një ibadet që nuk e ka po pejgamberi alayhis salatu wassalam. Bukur, po e themi që hajde bën. Mirë, hajde tash unë e shpik një bidat. Ti qosh e shpik një bidat. Ky tjetri e shpik një bidat. Çao bëhet atëra? Edhe jo rasisht Muhamedi alayhis salatu wassalam ka thonë që ky ummet ka mundur 73 grupe. Kulluha fin nar.
Krejt kanë me shku dhe të zjarë. Illa wahida, përveç njonës. Men hija Rasulallah, kusho ajo thët? Që për thuti njo, apo? Mane alejhi wa ashabi, në ato që jam unë dhe shokët e mi. Khajrun nasi qarni, thumme ledhine elunahum, 3 herë ka përmend. Khajrun nasi qarni, njerëzit më të mirë janë gjenerata ime. Thumme ledhine elunahum, dhe ata që i pasojnë, sahabët, 3 herë ka përmend. Gjenerata më mirë janë ata. Ti po qosh pas 15 shekujve, edhe po ma mërmenja vëlla mu qështu. Po mirë, ty ta mërmenja kështu, Fatmirit ja mërmenja qështu, vlla Salaudinit ja mërmenja qështu, vlla Luzimit ja mërmenja qështu, vlla Ebu Umerit ja mërë, vlla Fakhriut, vlla Jetonit, edhe atëre qa u bo? Qështu prishet dini o vlla, qështu jenë bo grupet, qështu kanë luftu musliman pasaj në mezveti. Që kjo problemi i rëziku i bidatit o vlla. Bidati thot Rasuli a.s. Kullu krejt thot. Kullu bid'atin dalale. Ve kullu dalaletin fin nar. Dhe çdo dalalet është në zjarr. Si kanë deviju të ne grupet e ndryshme prej Resulit a.s. Shijat. Si kanë deviju sufit dërvisht prej Resulit a.s. A Resulit a.s. ka thirë ma adhuru tyrbe e vara? Qashtu, si qësh fraksionet tek musliman, qashtu fraksionet edhe janë nga Isa a.s. apo Jezusi që thënë të krishterët. Qashtu edhe të ata ka devime. Edhe të në ka devime edhe të ata. Pejgamberi sasam ka thënë ky ummet, jahudit thot janë përqa 71 grupe. Të krishterët thot 72, ky ummet thot një ma shumë, 73. Edhe krejt thot në zjarë. Mirë, tash krejt në zjarë, do thot që ebedi gjenem jenë? A do thot që jenë përhershëm gjenem përhershëm? Jo! Do dolin ata prej gjenemi dikura. Ama sa do të qëndrojnë? Allahu Ta'ala. Na nuk i dim aty sa do të qëndrojnë. Pra ta arsye ne kemi Kur'anin, Sunetin, sahabet. Jemi qfar? Jemi selefi. Që i pasojmë selefët. Që i pasojnë sahabët e pejgamberit a.s. Tabinet, tabinet, 4 methebet. Dhe për neve selef janë ata. Të parët tanë të mirë, mos të keq kuptohet. Selef nuk është grup, nuk është sekt. Krye selefi, koka e selefit është Muhamedi alayhi salatu wassalam. بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتح. Ky vllau që bëni më herët pyetje rreth Havarixhe, e ka bënë një pyetje, nëse është kokfort Havarix, a duhet mu largu prej tij a me vazhdu davetin? Mbarët, nëse e sheh që tërkon është kokfort, e lën nuk ki çka bën. Është shumë problematike, çështja e kokforcisë vëllai është shumë problematike, do thonë është e rrezikshme sepse Allahu subhanahu wa taala mund akoma më shumë të deviju. Do thonë është çështje shumë e rrezikshme kur ti nuk e pranon të ngritet argumenti dhe ti nuk e pranon, është çështje shumë e rrezikshme. Disa prej Khawarizve kanë debatuar me Sheikh Albani rahimahullahu taala. Në namazin e akshamit dhe yatsis nuk janë fal pas Sheikh Albanit rahimahullahu taala. Sheikh Albani ka debatu dhe nuk janë fal. Kanë filluar debat, nuk janë fal. Ka thonë Sheikhu dilni ju, se neve na jot mu fal pas një personi i cili ka devijime, po është musliman, apo nëse është musliman, qoftë edhe bidatxhi, është lejohet mu fal. Namazi është tamam. Edhe Sheikh Albani është fal mas tyre. Deri në mëngjes vllazni ka debatu dhe shenjat e para të përmirësimit ka ndodhur që ata janë fal pas shehut. Mirë po transmetohet që nga 3 personat, njëri prej tyre nuk ka pranu dhe nga mendjemadhësia nuk e ka pranu argumentin e Sheikh Albanit. Thuhet subhanallah, mas një kohë është bërë ateist, ka dalë pi fesë. Pse sepse Allahu zgjel të sprovon. Hajde një herë po thu që ke probleme me dituri, nuk ke njohuri, edhe je mashtruar nga grupet e ndryshme devijante,
Mirë po Allahu Azza wa Jall ta ngrit argumentin nëpërmjet njerëzve të dijes. Dhe të shes sa je I sinqert me argumentimin tonë, me pasimin e argumentit. Nëse edhe pas kësaj ti vazhdon me këmbgulje duke mos pasur argumente, vallai frika është e madhe. Frika është e madhe. Kush e kundërshton të dërguarin, pasi është bërë e qartë e vërteta, dhe ndjek rrugë tjetër nga ju besimtar, ne do ta lëmë në atë rrugë dhe do ta fusim në xhenem. Është ajeti kuranor. Wa man yushaqiqi ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabili al-mu'minin deri në fund të ajetit. Do thonë, është çështje e rrezikshme. Andaj duhet me pas njeriu sinqeritet. Çfarë do grupi që është? Çfarë do grupi që është? Lutte Allahun për sinqeritet. Lutte Allahun për sinqeritet. Kushdo që na dëgjon, edhe nëse nuk pajtohet me mua, lutë Allahun për sinqeritet. Ja Rab, nëse kjo që e thot filone apo fisteki është e vërtet, mundsoma me e pasu mendimin e tij, I cili nëse është I bazuar në Kur'anin dhe Sunet, mundsoma me e pasu. Nëse nuk është, ja Rab, largom prej këtij mendimi. Bënu I sinqert me Allahun Azza wa Jall. Nëse I sinqert me Allahun Azza wa Jall, vallahi Allah nuk të humb. Nuk të humb. Nëse vdes me padituri duke mos e ditë, ke gjurmu, ke hulum, tu marrë dete e vërteta. Po që s'ke mujt, ke qeni sinqert. Allah të falë, vllai jam, vallaj të falë Allah Azza wa Jall. Të falë. Plot ulema ka pas, që kanë pas probleme, në akide kanë pas probleme. Në emra dhe cilësit Allah Azza wa Jall kanë pas probleme. Por se sot asaj dite, ata alima, librat e tyre mësohen. Edhe pse kanë pas probleme në emra dhe cilësit Allah. Ju ka dhënë pranim librat e tyre tek muslimanët. Edhe pse kanë pas në akide probleme, vllazni, por se kanë jetuar me një rreth që ka pas grupe deviante dhe janë ndikuar, ka vdekur me ato bindje, Allah Azza wa Jall I falë, vllazni. Allah Azza wa Jall I falë. Bëj sinqert me lenë Allah Azza wa Jall, vallahi sinqeriteti I hap dyert e mirësisë me lenë Allah Azza wa Jall. Allah di më së miri. Amen, amen. Allah shpërblet. بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتح. Vazhdo, fare. Nuk ka pyetje poshtë, nuk ka. Lirisht tërgim. Vazhdo tëre. A pranohet adhurimi nëse në atë adhurim mungon sinqeriteti ndaj Allahut dhe pasimi dhe veprimi sipas sunetit. Shumë pyetje e mirë që është e nevojshme për gjithë vllaznit, për neve, për krejtë, po kupton. Për mu pranu një ibadet vllazni, në mend, për mu pranu një ibadet. Çfarë do lloj ibadeti që bëhet ndaj Allahut Azza wa Jall? Duhen 2 kushte me plotsu. 2 kushte. Nëse njëna nuk plotsohet, nuk pranohet. Nëse të dyja nuk plotsohet, është normale që s'pranohet hiç. Ajo e para është sinqeriteti. Ciao, povere. Mirë është tash. Selam alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh. Selatullah. Hoxha na banë Allah se na gjujti lajfi, na gjujti se ata ti e din punojnë, s'talojnë rahat. Ata me një kam raportojnë. Apo thu për raportimit, a? Që shjo bëgja. Hajde, Sa s'dojnë me na lojnë rahat. Kushtas, sa i përket ibadetit, du të më plotësot 2 kushte. Kushti I parë është sinqeriteti. Kushti I dytë është rruga profetike që ka bo pejgamberi alayhis salam atë vepër. Mirë, dikush mund të më ardhë me thonë, ku I ki argumentet? Argumenti I parë është ajeti suratul Bejine. Wa ma umiru illa li ya'budu Allahe mukhlisina lahu ddin. Dhe nuk jeni të urdhëruar për vetë se të adhuroni Allahu subhanahu wa ta'ala me sinqeritet. Që kjo është e para. Ti duhet me pas sinqeritet ndaj Allahut Azza wa Jall me ta pranu Allahu Azza wa Jall atë vepër.
Mirë. E dyta, argumenti i dytë, apo kushti i dytë i pranimit, është rruga profetike apo pasimi i pejgamberit alayhis salam, mos me bëni vepër që se ka bëj. Men ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad. Kushdo që shpik në çështjen tonë, që nuk është prej saj, prej fesë Allahut azza wa jall, fa huwa rad, thot ajo është refuzuar. Mirë, nëse ti e bën një vepër që nuk e ka bërë Resuli alayhis salam, ki sinqeritet. Kushtin e parë e ke arrit, kushtin e dytë si ke arrit, nuk pranohet. Ja po të jap një shembull. Nëse një sufi shkon tek varri një evliaje, i çon durt e lut evlian, kan prej sinqeritetit. Kan. E dyta, që kjo vepër që është tu e bote varri që po kërkon. Tash në çto dy kushte, cili kusht nuk është në rregull, kushti i parë është në rregull, sepse sinqeritetin e ka. Mirë, por rrugën profetike nuk e ka, refuzohet. Tjetri, vjen një vëlla musliman besimtar, ja nise fal namaz. E fal sipas sunetit, Allahu Akbar. Sinqeritet, do më thonë kështu, tamam sipas rrugës profetike, i ngrit durt, me sunet falet, me gishtin e bën. Mirë, po gjatë faljes vjen dikush afër, edhe në momentin kur e sheh personi tu fal, ky e ngrit hala më shumë kokën, edhe e zbukuron akoma më shumë namazin, për shkak çkojt? Për shkak të personit që ka ardhur aty. Në këtë rast, ky person formën, kushtin e dytë e ka plotësuar tamam në rregull është, sepse është duke fal sipas formës pejgamberit alayhis salam. Mirë, po sinqeriteti nuk e ka, dhe ky ka bë shirk të vogël, ria ka bë, dhe nuk i pranohet vepra. Ulemaja kanë thonë nuk del pi fesë, por se vepra i shkon bosh. Më besoj që me shembull e kuptuat pak a shumë pranimin e ibadetit. Një pyetje ka ardhur poshtë xha. Po, Nëse një njeri i moshuar nuk din t'i dalloj rekatet, a ka detyrë ta fal namazin dhe haron në namaz se çka ka këndu cilat sure? let falet, çka mundet let falet. E rëndësishme është let falet. Nuk është problem, edhe nëse i ngatron, e rëndësishme është mu fal. Mu fal nuk ka përgjithësi inshallah taala. Më thënë, ky nuk është i çmendur. I çmendur nuk është. Mirë, po i harron. Po marr parasysh, i harroj, si harroj, let falet. Le ta bën sevi sejdën, le të bën dua te Allahu subhanahu wa taala që m'ia kthy kujtesën sen, po sidoqoftë nëse i përzihen nuk ka problem inshallah, merr e rëndësishme është ky let mundohet. Mos ta lë namazin. E sidomos më kur është i plak, subhanallahu është drejtu për ahiret, atëherë mos ta ndal namazin. Se zakonisht e na pleqt, kur të smuhen, e kanë në operacion, e shohin se sa i budhër, se si person i arsyetum, edhe 2 javë ditë shkon në spital, atje 2 javë ditë s'fal namaz. Pse si jam i arsyetum? Pse ti arsyetum je, po duhet me fal namazin o vëlla. Nëse je edhe në shtrat, ti duhet me fal. Me sy duhet me fal. Pa namaz nuk bën vëllazni, nuk bën pa namaz. بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتح. Hoxha, Allah i shpërblet. E kam një pyetje për këta njerëz që na tregon që janë me smuje mendore. A i falë Allah i këta njerëza. Normalisht pejgamberi sa ka thonë është ngrit lapsi ndaj 3 personave. 3 persona është ngrit lapsi, ky majti nuk i shkruan. Njëri prej tyre është i çmenduri derisa t'i vije vetdia. Pastaj tek i çmenduri secili e njeh veten. Ka raste kur nuk din hiç, se edhe shkallët e çmendurisë janë lloj-lloje. Për shembull, idiotizmi është shkalla më e lartë e çmendurisë, i cili futet në zjarre se merr vesh. Apo debilli, imbicilli, këtë. Domethënë ka shkallë. Ka për shembull një kohë caktuar është mirë. Gjatë kohës kur është mirë, i shkruan. Gjatë kohës kur nuk e din, domethënë me perceptu, me menu, atëra çka do të bën? Nuk ka përgjegjësi tek Allahu subhanahu wa taala. Derisa të vjen mendja, nuk i shkruhet lapsi.
Allahu i nimoft gjithë vëllezërit, gjithë motrat se të kanë këto probleme. Allahumma amin. Aleikum selam gjëmoti, po jepni selam në bani Allah, po besoj se moderator për jap këthi selamin. Vazhdojmë me pyetjen e radhës, fare, ose hoxha. بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتح. Banoni një pyetje me bojnë qalla, ndesa të qyrti. Veç pak është një pyetje poshtë. Hoxha tha qysh, është një pyetje poshtë, hoxha qysh duhet me I bë davet me një havariq. Më spari çështja e debatit me xhavarixhet është çështja e mosgjykimit me ligj të Allahut subhanahu wa taala. Çaty është këtë baza. Po e rregullove çështjen e mosgjykimit me ligj të Allahut, këtë çështje tjera rregullove. Çështja nëse I ngulitët në kokati, në mirë, sipas selefit, çysh ka thënë Abdullah ibn Abasi, mosgjykimi me ligj të Allahut azza wa jall është kufër dune kufër. Kufër pa kufër, kufër I vogël, nuk është kufër I madh, apo gjuna shumë I madh. Në këtë rast, nëse ai bindet, këtë çështje tjera pastaj bin poshtë mendimet e tyre. Veç duhet me trajtu çështjen në mënyrë të mirë mosgjykimin me ligj të Allahut subhanahu wa taala. Sepse mosgjykimi me ligj të Allahut azza wa jall bëhet sebeb që mas pari mi bëhet qafira çdo pushtetar apo çdo person që është në shtet, brenda I kyçëm sistem, çdo person. Nuk po themi që është mire, ku e diun anik ne, na po themi tek puna e tekfirit. Pas tekfirit, pastaj kur bëhet tekfir, atëherë ngritet populli për revolucion. Kur bëhet revolucioni, shkaktohet lufta civile dhe myten muslimanë mes veti. Apo çish u bëhet pranvera arabe. Tani, nuk po themi që nuk ka kafira dhe pushtetar. Nuk po themi që nuk ka kafira. Edhe te kafiri, kur vjen ka kushte. Kur bëhet revolucioni qysh tek autor, revolucion mos ta çujmë, revolucion na nuk kemi revolucion në Islam. Në Islam nuk kemi na revolucion. Në Islam janë çështje tjera. Mirë po, për shkak të trazirave, luftës civile, dhunimit motrave, apo prishjes ekonomisë, apo të gjitha gjërave, ulemaja thënë ma mirë është me bë dua Allahu, qoftë me ja marr shpirtin, apo qoftë me udhëzu. Qoftë me udhëzu, qoftë me ja marr shpirtin, me ja hek, apo me hek prej pushtetit. Rëndësishme çka Allah subhanahu wa taala thot me një ajet kuranor, ne I bëm prisat zullumçar, disa prisa mbi popullin që ai popull që zullumçar Allahu ja u çon një pris zullumçar. E çysh me e kthy, çysh me e përmirësu këtë gjendje, thot duke përmirësu vetveten. Duke përmirësu vetveten. Më thonë nëse e përmirësojmë na vetveten, Allahu azza wa jall çon njerëz në pushtet që udhëhecin besimtarët. Na me 5% namazli, e ti po do me ta quaj Ebu Bekrin kryetar të shtetja? Ha vlloti, 5% jetu fal namaz. As 10% si jetu fal 5 vakte. E ku po të ndija, Ebu Bekr po dona? Dikush I kanë thonë kone selefit, I kanë thonë që që shukon Ebu Bekri apo ku e dione, pejgamberi alayhis salam, Popović, pejgamberi alayhis salam ka pas popullin e vetë ka pas Ebu Bekrin. Ti a je sigur Ebu Bekri? Jo si je, po të lutna. Kështu që çështja jonë është davet me but, tesvje, tërbje, pastrim, edukim. Pastroj popullin, edukoj popullin, kada ka dole, vjen një gjenerat që përmirësohet, edhe Allah zë gjenë e pjerë pastaj, pushtetarët e mirë I bjerë. Me këto revolucione, me këto sene, veç gjakderdja dhe trazira po shkaktohen, prej një sistemi të kufrit, me një sistem tjetër të kufrit. Sa po vjen sheriati po menon ja? Cilën revolucion që u bo ka arë sheriati, veç kallëzomni, që 100 vjetë. O ka bo në shëriat, veç kallëzomni me revolucione me qëto sene. Nëse u ka bo një shëriat, bjema një shembull konkret një shteti. Su bo vlla, nuk u bo. بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتح. Ka një pyetje shumë interesante në xhileron. Po? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum për hita Allahut vetë hoxhën nderon. E di që ëndrat nuk
komentohen, e di që ëndrat nuk komentohen, a më ka një ëndër interesante. Thoshtë, thot në ëndër më erdhi një zot që po të thirr Muhamedi alayhis salam. Unë nisa në atë drejtim e nuk disha çfarë drejtimi me shku. Çfarë shenja ka mundësi më kon kjo? Që vëlla jam, çështja e ëndrave është 3 lloje. Ëndrat janë 3 lloje. Njëra është prej Allahut që t'jep myshdë Allahu azza wa xal në këtë botë. E dyta është prej shejtanit që të frikson në ëndër, dhe e treta prej përkujtimit, domethënë prej preokupimit realisht, preokupimit ditor që ti preokuposh. Ajo që është prej Allah që po shihet Allahu Teala alem, Allahu di më së miri, kjo është prej Allahut azza wa xal. Mirë, po komentimin nuk e bëjnë gjithë xhallarët. Komentimin është dhunti prej Allahut subhanahu wa taala kujt ja jep, edhe unë nuk guxoj me komentu sepse pejgamberi sa ka thënë ashtu çish komentohet edhe ashtu del. Nuk e marr atë guximin me komentu ëndrën, përveç kur është një ëndër e qartë, që ka në hadith pejgamberit a.s. që ëndrat e besimtarit para kiametit janë ëndra të vërteta. Që shishojnë që ashtu ju del. Apo, që shishojnë që ashtu ju del, shpresoj që është ëndrë mirë, po për me komentu, unë nuk di me komentu ëndra. بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتح. Ato gjyderon që shvoj me ditë që veprat e mia janë të pranuar tek Allahu. Çdo person kur fillon me bo një vepër, do t'jeti bindur në pranimin e tij. Bukur. Po janë disa shenja që sheh robi kur ta bën një vepër të mirë, pastaj e vren që nuk mundet me ditë 100%. 100% e din vetëm Zoti në ditë gjykimit e marrin vesh. Mirë, po nëse pas agjërimit, nëse pas namazit, nëse pas zekatit, nëse pas haxhit, njeriu përmirësohet, kjo është një shenjë që veprat po të pranohen. Kjo është një shenjë që veprat po të pranohen. Nëse pas kësaj ti i turrësh mëkateve, këtu është pak një lloj zbehje. Mirë, po 100% na nuk më me ditë. Nuk më me ditë. Sepse Allah subhanahu wa taala thot inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Me të vërtet namazit largon pikëqijave. E nëse namazit ty nuk largon pikëqijave, 5 herë ditë që i bjen ti sejdë Zotit, i përkulësh Zotit, dhe një kohë të gjati vetëm mëkate, atër e keni zbehje të namazi yt. Nuk je aq i sinqert me Zotin në namazin tënd, në duat tuaj, në ibadetet tuaj, në lutjet tuaj që i bën. Ama 100% nuk mundesh me ditë. Aty mirët vesh në ditën e gjykimit. Allah di më së miri. بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتح. Sado ka bo shumë zina, apo pak zina, ajo është zina, apo zina. Edhe zina është prej mëkateve shumë të mëdhaja. Prej mëkateve shumë të mëdhaja. Mirë po, a është dalje pifis? Nuk është dalje pifis. A ka këthim mrapa? Ka këthim mrapa vllaja. Pendoju sinqerisht, qysh i kanë ciku lemaja ato 3 kushtet, ato 3 bazat e pendimit, që ta lësh mëkatin me njëherë. Ta lësh mëkatin me njëherë. Të pendosh sinqerisht tek Allah azza wa xal dhe e treta ti thush ja Rab, unë më kur nuk kam u kthy në këtë mëkat, nuk ka gjëna që Allah nuk ta fal. Me pas ligje islame, shariatike, dihen dispozitat e të martumit dhe dihen dispozitat e domethënë të pamartuarit. بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع